Në prag të festave të fundvitit, dizajnat e thonjeve mbeten një nga shërbimet më të kërkuara në industrinë e bukurisë. Ngjyrat, format dhe detajet festive janë në fokus të shumë klienteve gjatë kësaj periudhe. Sot ju prezantojmë Arbenita Prebreza Xhemaili nga Prishtina, e cila së fundmi ka hapur biznesin e saj edhe në Shkup. Përmes kësaj kronike, ajo flet për rrugtimin e saj profesional, sfidat e hapjes së biznesit dhe trendet më të kërkuara të thonjeve për sezonin festiv të fundvitit. Përvoja ime nga Prishtina me ka ndihmuar shumë, me ka mësuar shumë njohje dhe siguri për të hapur një biznes si ai në Shkup. Më ka mësuar shumë shërbime personale. Kur ka qenë momenti kur ke filluar të merresh me këtë pasion që pastaj është kthyer në profesion? Po, pastaj është kthyer në profesion, ka qenë para 8 vite. Dhe unë vetëm e kam dashur artin dhe detajet. Pasandej kam filluar që ta praktikoj dhe pasandej është bërë profesioni plot. Kush e pa talentin tënd i pari? Po zakonisht kështu me motrat e mia, kemi filluar njëra tjetër sa kemi bërë thonje, por vazhdimisht më kanë jep kura mbështetje që të vazhdoj dhe më tutje. Kur hape pastaj biznesin në Prishtinë bashkë me motrat ka qenë vendimi ose vetëm ke qenë? Po, me motrat e mia kam filluar biznesin në Prishtinë dhe ato punojnë njëjtin profesion si unë dhe aty kemi filluar hapat e parë së bashku. Ishte martesa qëllimi kryesor në Shkup që hape pastaj edhe biznesin këtu apo si erdhi deri te ky vendim? Po, normal që martesa, edhe për atë arsye kam vendosur që të qëndroj këtu dhe të vazhdoj me profesionin tim. Cilat ishin ato sfidat e para që hase Arbenita dhe sa ishte vështirë ky rrugtim nga Prishtina të vish në Shkup dhe të formosh krejtësisht një klientelë të re? Ishte shumë e vështirë sepse kur jeni në një vend të huaj dhe je vetme, nuk i rreth, nuk i familjar, shoqëri, është shumë e vështirë me deportu, ama unë e du shumë artin dhe vazhdova me profesionin tim dhe e besoj që kam e vazhdu. Më intereson se çfarë mund ta dalloj Arbenitën nga një nail artiste tjetër, cila është ai sekreti që të njohin dhe vinë tek ti. Për çfarë vinë më shumë? Për çfarë njihesh më shumë? Ajo çfarë më dallon është pasioni ndaj detajeve, dizajneve dhe respekti ndaj klientëve. Për çfarë më shumë të kërkojnë ty, për detajet, për dizajnet ose? Për dizajnet, më së shumti, dhe për punën, asertimin e punës që e bëj vazhdimisht. Dhe mundohem që të jenë të kënaqura ato. Arbenita, së fundmi, rrjetet sociale janë një mjet që vërtet jo vetëm çdo artist, çdo nail artiste, por edhe çdo individ mund të promovohet sa më lehtë. Sa të kanë ndihmuar ty rrjetet sociale për të depërtuar më shpejt në tregun e Maqedonisë? Rrjetet sociale më kanë ndihmuar shumë. Në një vend kur je vetme dhe nuk ke shoqëri, nuk e ke askënd, rrjetet sociale kanë bërë ato të vetën dhe kanë deportuar shumë shpejt dhe interesimi është u rrit çdo ditë më shumë dhe për mua është një gjë shumë e mirë sepse të japin atë feedbackun edhe klientët pastaj duke të postuar, duke të ndihmuar edhe me riposte të ndryshme të dizajneve. Arbenita, jemi në festat e fundvitit dhe dua të di se cilat janë dizajnet që po dominojnë më shumë botërisht edhe tek ne, sepse unë jam e bindur që ti i ndjek edhe trendet botërore vazhdimisht dhe i sjell në Shkup. Po, gjatë festave të fundvitit zakonisht preferojnë dizajnet që janë me ngjyra të ndezura, me ngjyrë të kuqe, bordo, silver, gold që jepin një elegancë dhe i bojnë thonjët shumë të veçantë. I përzihen ti pastaj ato detaje tjera me gurë të ndryshme, me aplikacione, me vizatime, Po, më varet krejt çfarë kërkon, edhe e bujna një kombinim së bashku. Apo dominojnë më shumë ato dizajnet minimalistike ose ato me ngjyra më të ndezura, me vizatime më speciale që bien në sy më shumë? Gjatë kësaj periudhe zakonisht vetëm dizajnet të ndezura. Këto minimaliste gjatë kësaj periudhe janë më të rralla.
Pastaj pas janarit vazhdojnë prap? Vazhdojnë prap, i njëjti procedurë, do më thonë ma clean diçka. Po besoj me ngjyra më të mbyllura, apo jo? Varsisht nga sezoni. Varsisht nga sezoni, po. Me që jemi në dimër, zakonisht kërkon më shumë ngjyra? Ngjyra të mbyllura, vishnje, po. E zeze, kafe, e kështu me radhë. Edhe kjo sigurisht që varsisht nga klientët, se çfarë krejt çfarë dëshiron ajo dhe pastaj dhe cili është stili i saj që përshtatet. Po. Sa është e vështirë pastaj Arbenita që të bashkëpunosh me klientët dhe sa janë të dëgjueshme? Vin për shembull me fotografi deri tek ti apo ti ja propozon dizajnin e thonjeve? Ka që vinë me vendimet e tyre, por edhe unë ja preferoj çfarë ato mujnë me dashur ose për stilin e saj, edhe i bujna kombinimin së bashku. Ke filluar tani të krijosh edhe shoqëri me klientët, sepse të vishin nga Prishtina dhe të punosh për klientët e Shkupit, është pak e vështirë, një mentalitet pak më ndryshe. Po, pak e vështirë, amo po, kam fillu, do më thoni kam bërë si të mijat, si të ishin të mijat, amo po, super është. Frençi klasik gjithmonë është në trend dhe nuk del asnjëherë nga moda. Po në këtë sezon, sa po preferohet? Preferohet edhe gjatë dimrit Frençi, sepse është shumë klasik dhe është shumë i veçantë, do më thonë përshtatet me gjitha llojet e veshjeve. Po, unë mendoj që me gjithë këtë pasion që e ke dhe që është kthyer në profesion tani e disa vitet e ti, është mirë dhe është motiv pastaj për ty individualisht, kur e din që përveç që në Kosovë ke pasur një klientel shumë të gjerë, tani më edhe në Shkup u bëre që t'jesh emër. Po në këtë rast i përshëndes klientët e mia, të cilat ma kanë besuar punën time dhe vazhdojnë ende të ma besojnë punën time. Arbenita, po zakonisht sa zgjat procedura e thonjeve? Procedura e thonjeve zgjat 1 orë deri 1 orë e 30 minuta, në thonjë të thjeshtë, ndërsa me dizajn janë deri në 2 orë. Muret me vazhdim. Varsisht prapë nga kërkesa të klientës. E klientëve. Por sot çfarë ke vendos të më dizajnosh mua? Kam vendosur totalo sekret derisa t'i bujmë. Do të thonë nuk më tregon, modelin. Okej, atëherë shikoj të dashur, le të mbetet sekret. Mbetet që ta shohim bashkë tani edhe punën praktike të Arbenitës. Pas rrugtimit të saj profesional dhe hapjes së biznesit në Shkup, Arbenita na dëshmon edhe në praktik për kushtimin dhe profesionalizmin që qëndron pas çdo dizajni. Gjatë këtij procesi do të shohim nga afër mënyrën e punës, përzgjedhjen e materialeve dhe realizimin e një dizajni të përshtatur për sezonin festiv të fundvitit. Tash vazhdojmë me grynjen e gjellit. Fillimisht bëhet gryerja. Po, bëhet gryerja e gjellit, se kemi riparim tojve. Masandaj hapja kutikulave, pastrimi i saj, i gjithë, forma. Më thënë, njerë forma zgjidhet, pastaj punohet. Po, njerë duhet bëhet forma. Dhe pastrimet, masandaj zgjidhet. Tash vazhdojmë hapjen e kutikulave dhe prerjen e tyre. Është e rëndësishme dhe hapja e kutikulave? Shumë është e rëndësishme për arsye se gjelli edhe ngjyra duket më bukur. Për atë arsye A ndodh ndonjëherë problem te disa klientë për shembull nëse i kanë më të theksuara kutikulat ose jo? Po ndodh. Se jo të gjithë thonjt janë të njëjtë. Po ndodh se dikush i ka shumë atë ndihshme lëkurën. Ka mundësi që nuk e pastrojmë, sepse rrjedh shumë gjak. Dëmtohet, edhe mundet me pas ndaj infeksion apo diçka. Por janë rastet më tralla, besoj. Janë rastet tralla janë ato. Amo gjithsesi do të patjetër që të pastrohet. Edhe ky dizajn që e ke vendosur ta bësh sot për mua është ndër më të kërkuarit se nuk je duke më tregu. Deri në fund nuk tregoj. Ma mirë puna flet vet. Eshe. Hajde. Tash të vazhdojmë me primer. Primer është shumë i rëndësishëm. Për çfarë shërben? Shërben për ndaj mykit, që mos të jenë lagështi, edhe të qëndroj gjelli, që thuni kur i ndyrohet, kjo nuk e lënë më hap. Që do thotë është e patjetërsueshme të ketë edhe primer. Patjetër do të ketë primer.
thoni. Tash vazhdojmë me bazën, është shumë e rëndësishme. Para gjellit, që mos të hapet gjelli. Që të thotë edhe kjo vendoset patjetër para patjetër para gjellit, baza. Tash ti vazhdojmë me gjellin. Më thënë kjo është... Ka përfundu, do të më thonë 60 sekonda. Tash ti vazhdojmë me hapjen e gjellit. Mjaftojnë 60 sekonda? Po, mjaftojnë. Mjaftojnë 1 minutë për terjen. Tash, Arbenita, ku kemi arrit, në cilën fazë? Kemi ardhur fazën e parafundit. Tash e qisim ngjyrën. Masandej dizajnin. Më thënë tani ngjyra edhe në fund të më dekori. Dekorin, po. Tashti kjo është pjesa përfundimtare që e përfundojmë edhe dizajnin. Ta shohim ako në pëlqy. Shpresoj që të mundoj e kënaqur. Patjetër. Mezi po pres ta shoh finalizimin. Me gjelbërt, a? Është një ngjyrë tamam festive. Ja blen. Kjo është surpriza, shikues të dashur. Mbaron me kaq ose? Mbaron. Ta shohim? Edhe pak. Dhe ja përfundimi, apo të pëlqen? Kështu dhe me thënë. Kështu kom e fantazi. Tepër festive. Do janë gjithë kështu ose? Po, të gjitha të thoni. Tamam festive. Tepër festive. Vazhdojmë edhe me tjertë. Po, vazhdojmë. Tashti pasi i dekoruam, kjo është finishi. Dhe më mirë s'ka ku shkon. Dizajnet e thonjeve për sezonin festiv të fundvitit janë më shumë se një trend estetik. Ato reflektojnë stil, kujdes dhe profesionalizëm. Përmes kësaj pune praktike, pam nga afër artin dhe përkushtimin e Arbenitës, e cila pas një rrugtimi profesional nga Prishtina, sot po ndërton biznesin e saj në Shkup, duke sjellë shërbime bashkëkohore dhe të kërkuara në tregun e bukurisë.